الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب العرش العظيم واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut xhelle xhelalu I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Allahu subhanahu wa ta'ala I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, friksoheni Zotit sinqerisht, dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë pra besimtar, dhe nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Zotit Kur'ani Kerim, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më shumtuar në fenë e Zotit janë shpike që në humbje dhe humbje që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, njeriu, siç thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin Kerim, wa khuliqal insanu da'ifa idha masahu al-khayru manu'a wa idha masahu sharru jazua illa al-musallin. Pra është krijuar njeriu I dobët, thot Zoti në Kur'anin Kerim. Nëse e kap e mira, ai tregohet kopratës, dhe nëse e kap e keqe fillon dhe ankohet përveç besimtarë. Por edhe besimtari, edhe në qoftë se është në fenë e Zotit subhanahu wa ta'ala, shpeshherë edhe ati I lëkundet imani dhe besimi dhe tek ai ndikojnë shkaqe dhe element që friksohet për veten e tij, friksohet për fenë e tij, friksohet për familjen e tij, friksohet për postin në pozicionin ku ai gjendet në shoqërinë e tij. Transmeton Imam Muslimi rahimahullahu taala dhe tjerë nga Abu Uthman an-Nahdi dhe ky nga Hanzalata al-Usaidi, hadithin e njohur të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku një ditë del Hanzalia radiallahu ta'ala anhu dhe takon Ebu Bekrin radiallahu anhuma, dhe I thot Ebu Bekrit, qad nafaqa Hanzala. O Ebu Bekr, Hanzalia është bërë munafik, hipokrit. E pyet Ebu Bekrin natyrshëm pse? Thot, po ja, kur jemi me pejgamberin alayhi salatu wassalam, na e përkujton zjarrin e xhenemit dhe xhenetin, dhe në mënyra se si na e përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam është sikur ne e shikojmë atë. Dhe kjo normalisht I arrit imanin. Pra gjendja e imanit, gjendja emocionale, gjendja shpirtërore, kur ata ishin pranë pejgamberit alayhi salatu, ishin shkallën më të lartë. Mirë, po kur kthehemi në shtëpitë tona, përzihemi me punë, me gratë tona, me hallet e familjes, na rikën kjo ndjesi. I thotë Ebu Bekri radiallahu ta'ala, çfarë imagjinoni? Thotë, wallahi ana ajidu dhalik. Pasha Zotin thotë, dhe unë thotë e ndjenj gjë të tillë. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ndjen frikën e lëkundjes e imanit dhe besimit. Thot, hajde shkojmë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ta pyesim për gjë të tillë. Dhe sa hyn tek dera pejgamberit alayhi salatu wasalam, I thot, ja Rasulullah, I thot Hanzalia, qad nafaqa Hanzala. Hanzalia është bërë munafiku I dërguar I Zotit. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka bërë vakio Hanzala? I thot, po ja, o I dërguar I Zotit, kur jemi me ty dhe na përkujton zjarrin e xhehenemit dhe xhenetin, na e përshkruan atë është një lloj sikur neve ta shohim atë, na rritet gjendja emocionale, imani, pra ndjehen njerëzit me imanin e fortë, preken për xhenetin, qajnë për xhehenemin, friksohen ndaj Allahu azza wa jall. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi bi yadihi, pasha atë që ka ndorë shpirtin e Muhamedit o Hanzale.
sikur të ishit në këtë gjendje që jeni tek unë, pra në këtë gjendje emocionale, në këtë gjendje imani, në këtë zbukurim të imanit, sikur të ishit në këtë gjendje që jeni tek ju, wallahi thot do t'ju takoni me lajke, do t'jemi selam në për rrugë, apo në mexhliset tuaja, apo në shtratin ku flini. Por sa'atan fa sa'a, një kohë për Allahun dhe një kohë për familjen. Ajo që përfitohet nga ky hadith e vëllezër, ndjesia e sahabëve të mëdhenj si Hanzala dhe Abu Bekri dhe shumë të tjerë si Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, frika për veten e tyre nga sprovat dhe angazhimet e kësaj dynjaje e cila e lodh njeriu. Ja lëkundin imanin dhe besimin, saqë për pak këta sahabë të mëdhenj dyshuan për veten e tyre, ore si ka mundësi? Shkojmë në shtëpi, jemi tjetër njerëz, të tjerë njerëz, dhe shkojmë me pejgamberin, jemi të tjerë njerëz. Dhe i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam ja hoqi këtë lloj dyshimi që nuk është kjo hipokrizia o Hanzale, po është një ndjesi që ndodh. Njeriu kur angazhohet me familjen, me punë, me hallat e tij, edhe nuk e ka mendjen më, nuk e ka të ndjesi që e ka kur është në xhami apo kur është me hoxhallar ose me dietarët ose me vëllezërit e tij, që përkujtojnë njëri tjetrin, lexojnë ajete kuranore ose përmendin hadithet pejgamberit, pra bëjnë biseda të dobishme që e rrisin imanin. Prandaj, kur jeni një kohë për Allahun, përkushtoheni Allahut azza wa jall, dhe kur jeni me familjen, pra përkushtoheni familjen. Tregon në vëllezër që nëse njerëz të mëdhenj si Abu Bekri apo Hanzala apo Umeri dhe shumë të tjerë që kanë ardhur, Amr ibn Asi, friksoheshin për veten e tyre, për imanin e tyre, për gjendjen e tyre shpirtërore, për lidhjen e tyre me Zotin, edhe neve duhet friksohemi më shumë se ata. Duke qenë se dinamika e jetës dhe elementet që e çojnë njeriu larg besimit, larg moralit, larg përkujtimit të Allahut azza wa jall, larg dashurisë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, larg ngjyrave të besimit dhe zbukurimit të imanit, duhet ta shtojë edhe më shumë çfarë? Do të shtojë edhe më shumë elementet që ja forcojnë imanin dhe ruajnë besimin dhe familjen. Hadithi tjetër që përcjell po ashtu Imam Muslimi rahimahullahu taala nga Abi Shimasat al-Mahri, dhe ky thot vizituam një herë thot Amr ibn Asin radhiyallahu taala anhu mas vdekjes pejgamberit, dhe ky në momentin e vdekjes. Kur na pa Amri radhiyallahu taala ne ktheu kokën nga muri dhe po qante, s'donte na shikonte atë veten e tij në atë gjendje. Momentin e vdekjes, çfarë prisnim me? Takimi me Allahun azza wa jall është çështje momentesh, sekondash, minutash. Dhe i thot Abdullah i djali vet, ja abi, o baba im, alam yubashiruka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kadha wa kadha wa kadha. Pse qan thot, pse mërzitesh, i thot i biri. A nuk ka përgëzuar ty pejgamberi alayhi salatu wasallam me këtë, me atë, i radhiti disa cilësi që pejgamberi i Zotit ka përgëzuar me xhenet, pse do të kesh frikë? I thot Amri radhiyallahu ta'ala anhu, nuk kam përgatitur për atë ditë thot fjalë më të mirë thot, ose diçka më të madhe se sa fjala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Allahut, dhe se Muhamedi alayhi salatu wasallam e rob dhe i dërguari i tij. Pra Amri, sahabi nderuar, njeri që ka luftuar me pejgamberin alayhi salatu wasallam, jetoi gjatë, dha nga jeta e tij, nga pasuria e tij, nga familja e tij alayhi salatu wasallam, për të përhapur fenë e Zotit, njeri që e ka përgëzuar pejgamberin me xhenet. Amri do të jetë në xhenet, ka thënë. Friksohej për veten e tij. Friksohej për imanin e tij. Vazhdon Amri radhiyallahu ta'ala anhu thot, mirë po thot, unë kam kaluar në jetën time në 3 gjendje. Nuk ka pasur njeri që e ka urryer Muhamedit alayhi salatu wasallam para islamit më shumë se sa unë. Saqë po të kisha gjetur momentin të avrisja Muhamedit alayhi salatu wasallam, do ta kisha vrarë pejgamberin alayhi salatu wasallam. Dhe qanë Amri dhe thotë, dhe sikur të kisha vdekur në këtë gjendje. Imagjinoje, të vdesësh me gjendjen e kufrit dhe me dëshirën për të vrarë pejgamberin e Zotit alayhi salatu wasallam. Pra sikur të kisha vdekur në këtë gjendje, mirë për mua. Pra kjo quhet gjendja e xahiliyetit që e ka përjetuar gjithë secili prej nesh. Pra gjendjen e besimit para islamit. I kujtohen besimtarit zullumet, padrejtësit, gjunat që ka bërë përpara islamit. I kujtohen shumë gabime, kufre, shirk, imoralitet, degradim, alkool. Imagjinojeni vëllezër, imagjinoni sikur të kishim vdekur në këtë gjendje neve. Mirë për neve. Por thot, gjendja e dytë, pasi më hapi Zoti zemrën dhe pranova islamin,
Shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, i thash, më zgjat dorën t'ja besën. Më zgjat dorën t'ja besën. Dhe i them, por me një kusht. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ç'është ai kusht o Amr? Thot që të më falesh. Por nuk e diti o Amr, thot që Allahu xhelle xhelalu Islami i fal gjunat që kanë qenë më përpara. Haxhi që ti bën i shfal gjunat që kanë qenë më përpara. Që atë ditë, thot Amri radiallahu ta'ala anhu, nuk ka pasur njeri më të dashur për zemrën time, fytyrë më të ndriçuar se sa fytyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mua, saqë sa herë që e shikojën rrugët, më çash zemra nga ngazëllimi për ta parë pejgamberin alayhi salatu wasallam. Dhe kjo ishte gjendja e imanit dhe islamit. Pra që Allahu xhelle xhelalu, ndoshta njeriu kalon nëpër rrjedha të ndryshme të jetës tij. Ai nuk duhet të heqë dorë se s'falenderuar i Zotin xhelle xhelalu që e ka udhëzuar në Islamin plot dritë. Thumme walejna umuran, gjendja e tretë. Pastaj thot, na ngarkoi Allahu me prislëku, me post, me pozit. Ju e dini që Amri ka qenë prisi i veliu në kohën e Omerit, ai ishte ai që çliroi Egjiptin. Ka qenë prisi i Egjiptit. Saqë krishterët e Egjiptit kur ardhën kanë gëzuar, kanë bërë festë për shkak të drejtave që kanë përfituar në kohën e muslimanëve, kundrejt zullumit të Bizantit asaj kohe. Pastaj thot, thumme walejna umuran wala nedri ma haluna fiha. Pastaj thot, morëm post depozit dhe nuk e dim, thot, çfarë ndodhi me zemrat tona, si e kemi pas gjendjen imanin në jetin. E kështu thot që kur të vdes, mos mu largoni me një herë, thot, por rrini rreth meje kur të mbuloni aq kosa të therrësh një deve. Pra bëni dua për mua. Shikoni o vëllezër me çfarë njerëzish kemi pasur të bëjmë, me ata që jetuan me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me ata që ecën në rrugët e Mekës dhe Medinës, me ata që përjetuan zbritjet e ajeteve kuranore, me ata që luftuan me dërguarin Allahut alaihi salatu wasallam, me ata që shërbyen pejgamberit alaihi salam në abdesin e tij, në shtëpinë e tij, në familjen e tij, në ata që qanë hallët me pejgamberin alaihi salatu wasallam, në ata që luftuan, u dhunuan dhe shpërndan fen me pejgamberin e Zotit alaihi salatu wasallam, kishin frikë për veten e tyre. Se mos luhateshin, se mos devijonin, se mos rëndoheshin, se mos e humshin imanin dhe besimin, se mos e humshin familjen. Çka tregon që ndjenja e lëkundjes o vëllezër në zemrat e njerëzve është normale. Pra nëse ndjen që dynjaja po të los me imanin, me shpinën tënde, me besimin tënd, me xhenetin tënd, përkujtoje Zotin. Shtoj elementet që ta forcojnë besimin. Shtoj leximin e Kuranit, shtoj lutjet ndaj Allahut tek Allahu azza wa xal. Shtoje me xhlisin e diturisë, shtoje komunikimin me vëllezër të mirë, shtoje sepse nga hadithet përfitohet që njeriu kur ka një shqetësim, një hall, ku shkonin sahabët ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tregon vlera e vizituarit njerëzve të ditur. Këshillimi me ta, ndenja me ta, përfitimi prej tyre. Këtë gjë e bënin shumë sahabët tek pejgamberi alayhis salam kohën e tij dhe tabiinët, ata që erdhën me sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, saqë kur shikonin ndonjë sahabi sikur kishin qenë në xhenet, apo kishin parë në hyll të rrallë në qiell. Sepse njerëz që e përjetuan Islamin në detajet e jetës së tyre. Prandaj nëse këta njerëz friksoheshin për veten e tyre, për imanin e tyre, për familjen e tyre, njerëz të përgëzuar me xhenetin e Zotit nga goja e pejgamberit alayhis salatu wasalam friksoheshin për Islamin e tyre. Edhe ne në kofitnesh, sprovash, devijimesh, degradime, joshjes, duhet i ruhemi e vëllezër të friksohemi për veten tonë. Ju e dini që zemrat e njerëzve janë dorën e Zotit subhanahu wa taala. Dhe askush mos të mendoj se unë jam i fortë në imanin e tim. Unë s'kam nevojë, mos ka çat të bëj askush. Allahu azza wa jall thot wala fala tuzakku anfusakum. Mos i pastroni vetet tuaja. Hua a'lamu biman ittaqa. Zoti është ai që e di më së miri kush është i sinqertë dhe i devotshëm. Prandaj elusim Allahun azza wa jall të na ruaj fen dhe imanin në zemrat tona. Elusim Allahun azza wa jall të na ruaj sherrri që duket dhe nuk duket. Elusim Allahun na ruaj djemt dhe vajzat, familjet tona nga fitnet që duken dhe nuk duken. Elusim Allahun na ruaj nga joshjet, nga pozitat që duken dhe nuk duken. Elusim Allahun azza wa jall na ruaj nga çdo e keqe që duket dhe nuk duket. Elusim Allahun azza wa jall të zbresim mbi neve rahmetin dhe mëshirën e tij. Të zbresim mbi neve rahmetin dhe mëshirën e tij, udhëzimin e tij, dritën e tij, mbrojtjen e tij, bereqetin e tij,
dhe na zbukuroj zemrat me fenë e tij, me Kur'anin e tij dhe rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Përmendëm historinë e njerëzve që rrobat e kishin shumë të vjetra, ose me andra, kputucët nuk I kishin kaq komode siç I kemi ne sot, as vilat, as kushtet e jetesës, as mjetet e punës apo udhëtimit, por ishin njerëz që bënin një jetë shumë modeste, më shumë me pa bukë se sa me bukë, me kushte dhe vështirësi të vështira. Megjithatë, kjo nuk u bë shkak që atyre të lëkundësh imanin dhe besimin. Është natyrshme që njeriu të ndjejë në vetin e tij lëkundje her mas here apo dyshime. Por këto dyshime pastrohen kur ai I heq ato, I largon ato duke e forcuar imanin tek Zoti, duke I kuruar dyshimet e tij me Kur'anin, duke pyetur njerëzit e ditur, duke këshilluar me ta, duke ndjekur, duke ndenjur me vëllezër dhe motrat besimtarë dhe besimtare, duke krijuar marrëdhënie të forta me Zotin dhe njerëzit e Zotit. Kjo vëllezër është shumë e rëndësishme në një kohë kur dinamika e jetës është si lumi që ka dalë nga shtrati dhe nuk pyet se ka merr më përpara. Kur fitnet dhe format e joshjes, dyshimet, dredhit, funksionet e jetës e bëjnë njeriu e rrëmbejnë si zokun që është në fole për piqet që përkon kujton se po I vjen ushqimi nga nëna, po vjen shqiponja grabitqari dhe e merr. Na ka hyrë fitnja në shtëpi, na ka hyrë fitnja tek familja, tek gratë, tek farefisi, tek fëmijët. Pra e vetmja mënyrë që neve të shpëtojmë është shtimi I duas, shtimi I lutjeve, përkujtimi I Allahut, mbrojtja, leximi I Kur'anit. Ju thoni o hoxh, po ne e bëjmë këtë, po e bëjmë vëllezër, për në çfarë cilësie e bëjmë ne këtë? Prandaj dhe Zoti thot në Kur'anin Kerim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai që shpastroi shpirtin dhe zemrën e tij nga dyshimet, nga kufri, nga idhujtaria, nga paganizmi, nga ignoranca, nga arroganca, nga mendimallësia, nga urrëtia, nga hipokrizia. Dhe të shpëtuarit tek Allahu do të jenë ata që do Zoti që vijnë me zemrat e sinqerta, të pastra tek Zoti xhelel xhelal. Dhe ka humbur ai I cili e bën pis zemrën dhe shpirtin e tij, e njollo zemrën e shpirtin e tij duke futur dyshime, duke e lejuar vetes lloj dyshimi, duke justifikuar lloj dredhie për dalë nga situata, për të justifikuar haramin e tij, apo devijimin e tij, apo dobësinë e imanit të tij, apo sjelljen apo arrogancën e tij. Nëse njerëzit e mëdhenj që jetuan dhe bashkëjetuan me pejgamberin alayhi salatu wasalam friksoheshin për veten e tyre, e siç thot një prej tabiinëve, thot kam takuar 30 e sa nga sahabët e profetit, gjithë kishin frikë nga nifaku, hipokrizia, nga fitnet dhe sprovat. Por neve në kohën tonë vëllezër, a duhet kemi frikë për vetet tona? A duhet kemi frikë për familjet, fëmijët tanë, për bashortet tona, për nënat tona, për farefisin tonë? Sigurisht që po. Prandaj nuk ka armë më të fortë për besimtarin se sa lutja dhe duaja. Edhe atje ku ai nuk ka mundësi të flasë asnjë fjalë, arma dhe lutja e duas që I bëhet Allahut me sinqeritet çan të gjitha pengesat. Nuk ka mur, nuk ka pengesë, nuk ka mburoj. Në atë zemrë që ka vendosur Allahu ta udhëzoj që do të udhëzohet tini, këtë mos harroni kurrë. Por varet kjo nga lufta e zemrës tënde, sinqeriteti I zemrës tënde, se si I lutesh Zotit. Ju kam thënë më përpara, mos ju lusni Zotit sikur I lusni njerëzve, ta provojmë një herë. Nuk ka me Allahun xhelel xhelalu, ta provoj një herë. Ta shikoj një herë. Detyra jote është të lutesh, kaq. Detyra Allahut është të përgjigjet atëherë kur ai e di që është më mirë për ty, për imanin tënd, për familjen tënde, për gjendjen tënde, për kohën ku jeton ti. Mos I kushtozo Allahut përgjigjen e lutjes, por lutju Zotit azza wa xhel me përulësi, me devotshmëri, me modesti, I përulur, kokulur para Allahut subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër dhe motra, e lutim Allahun na përfshijë gjithë në rahmetin e tij. E lutim Allahun na bëj për banorëve të xhenetit të tij.
siç na mlodhi në xhaminë e tij, na mbledhin në xhenetet e larta. Elusim Allahu na e bashkojë zemrat. Elusim Allahu na i bërkoj zemrat. Elusim Allahu na forcojë në islamin ton. Elusim Allahu na zbukuroj zemrat me Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Elusim Allahu të ndihmoj vëllezërit e motrat tona kudo që ndodhen. O Zot, ndihmoj islamin dhe muslimanët kudo që ndodhen. O Zot, ruaj vendin ton dhe shqiptarët tanë, vëllezërit e motrat tona kudo që ndodhen. O Zot, ruaj kombin ton nga dredhit që nuk duken. O Zot, ruaj kombin ton nga kurthet që nuk duken. O Zot, ruaj popullin ton nga dredhit që nuk duken. O Zot, ruaj popullin ton nga fitnet që nuk duken. O Zot, na ruaj nga kurdisjet e tyre, nga dredhit e tyre, nga planet e tyre. O Allah, ata mbullohen dhe ngushëllojnë me fuqitë e tyre, me paranë e tyre, me satelitet e tyre, por kanë harruar ushtritë e Allahut azza wa jall. O Zot, nuk ka forcë mbi forcën tënde, nuk ka ushtri që mund ushtritë tua. Nuk ka dredhi që mund hikmetin dhe drejtsinë dhe madhështinë tënde ya Rabbel Alamin. O Zot, zbrit mbi ne rahmetin tënd, mbrojtjen tënde, furnizimin tënd. O Zot, na bëj pavarur nga njerëzit. O Zot, na bëj pavarur nga njerëzit. O Zot, na bëj pavarur nga njerëzit. O Zot, hidh dritën tënde mi fëmijët tanë, mi gratë tona, mi vëllezërit dhe motrat tona. O Zot, na bëj qëndrueshëm në akidën e Islamit. O Zot, na bëj qëndrueshëm në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dhe bëni salavat për pejgamberin sa se sot është ditë e xumë. Zoti ju nderoft. Walhamdulillah wa sallallahu ala rasulina Muhammad.